Kryeministri Edi Rama prezantoi sot programin elektoral të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, duke vendosur theksin tek vizioni për Shqipërinë 2030 dhe rrugtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në programin elektoral të Partisë Socialiste, vend të rëndësishëm zërritja e pagave në vend, ku sipas Ramës, në vizionin për Shqipërinë 2030, paga mesatare do të arrijë të paktën 1.200 euro. Kjo është paga mesatare. Paga mesatare e sektorit publik dhe privat bashk, pra paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. Kjo do të jetë paga mesatare. Të paktën 1.000 euro. Vazhdojmë me pagën minimale. Në vitin 2013, kur ne morëm detyrën, paga minimale ishte 157 euro. Sot, 2024, u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Kur morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto, prodhimi i përgjithshëm kombëtar, gjithçka që prodhonte Shqipëria, ishte 9.6 miliardë euro. Sot është 25 miliard euro. E kemi rritur prodhimin e përgjithshëm 2 herë e gjysmë. Shqipëria 2030 do të ketë një prodhim të përgjithshëm prej 35 miliard eurosh. Punësimi dhe pensionet. Ne kemi reduktuar me 40% shkallën e papunësisë. Dhe nga 17.5% që ishte në vitin 2014, në më poshtë se 9%. Pra kemi arritur objektivin që papunësinë ta ulim në një shifrore. Dhe sot është 8.8 për qenë sakt. Shqipëria 2030 do ta ketë në normën e Bashkimit Evropian, mesatar në Bashkimin Evropian 6%. Tani shumë kush na e përmend atë 300.000 vende pune. Përgatituni t'i jepni përgjigje me shifrat në librin e të punësuarve, në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte 1.023.000 të punësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Pensioni mesatar, ku ne morëm detyrën, ishte vetëm 86 euro. Ndërkohë që në 2024 u bën 175 euro. Këto shifra nuk na ndihmojnë as për të thënë që ne jemi relativisht të kënaqur, si që jemi me të gjitha tjerat relativisht të kënaqur, por as për të dhënë një sens të atij që do të jetë mandati 4. Prandaj, ambicia jonë është që në Shqipërinë 2030 pensioni mesatar të jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro.